Në hapësirat publike të plazheve ka më tepër ndotje. Kjo situatë vërtetohet lehtësisht nga një vëzhgim në plazhin e vjetër, aty ku gjen sot me 10 mbeturina në një prej hapësirave të përcaktuara si publike. Pushuesit thonë se ditët e kaluara me motë të përkeqësuar kanë nxjerrë në bregdetin e plazhit të vjetër me 10 mbetje, të cilat kryesisht janë plastik të hedhura në det nga dora e njeriut, por gjithashtu dhe deg pemësh apo drur të thyer. Frekuentuesit e plazhit të vjetër thonë se bregdeti nuk është ende gati për të pritur turistët, pasi plazhi është kthyer në gjendjen e mëparshme. Sipas pushuesve, është e rëndësishme të zhvillohen aty aksione pastrimi të herpasershme, të cilat të përfshin gjithë bregdetin. Duke marrë në shembull Lungëmarrën që mirë mbahet më së shumti, pushuesit thonë se është e rëndësishme që aksionet e pastrimit në plazhin e vjetër, ashtu si në zonën e Lungëmarrës, të jenë më të shpeshta për ta kthyer bregdetin e familjarëve në fokus të pushuesve. Deri tani plazhi neve që jemi këtu vendalli, për shembull unë ky zotëria tjetër këtu vim ditë për ditë, ndërsa edhe lajemi ditë për ditë, ndërsa të tjerët nuk vinë sepse edhe lëkurën nuk e kanë mësuar, nuk është argasur lëkura në kuptimin e forcës apo tutje tu. Deri tani mirë, po mirëmbajtja duhet, mirëmbajtja nuk është e qartë, nuk është. Shiko, patjetër, mirë po. Ka mendimin që nuk u dalin lekët këtyre qëtë, se qa do mbajnë për vete të shkretët, e ka një gjyna të shkretët, ata drejtusat, po nuk morën ata më qupë se marvesh, ko që jemi ne pasaj. Kështu që, deri tani... Po? Të tjera të plazhit Lungëmarrja ose Radhima janë më të filluara se plazhi vjetër. Shiko, atje nuk vete, gjithë populata është këtu, gjithë populata, dhe pa tjetër në Radhime më thetë, thash në të gjithë ato vëndet e tjera, vene ata që janë të kamurit, edhe deturimisht, i kamuri ka dhe në qikë se ka parë më shumë e njën e tjetërën. Ndërsa këtu vinë të gjithë, për shumë, ka të gjithë ato që janë ato makinat që janë, ke parasysh që kanë folet e tyre, ata janë më abrashët, janë bulgar, janë holandez, i hedhin mbeturinat nuk e ka iden, të parë me sy, tashi, këtë punë. Nuk është problemi se ma thetë ja, po, kështu i të parë me sy. Ndërsa atje ka më regull. Prandaj është më pasër, janë privatet më shumë, më të organizuar, edhe më me sasi të pakët. Sot është gati për mua, është gati, duhen, a i pastrimi që u bë, e mbytën dalë të detit, do një pastrim tjetër dhe të filloj plazhi. Duhet pastruar më shpesh? Jo shumë herë, po do neqve dhe njerë këto pisloqet. Se ka prioritet shumë kjo bërja e këtyre shëtitores. Po kjo ka ndodhur për arsye, se mund. Se ka popullsi më shumë andej, se sa këtej, prandaj frekuentojnë më shumë. Kosha, duhen më shumë kosha? Po, duhen. Duhet pastruar. Duhet pastruar pak, mbeturinat janë, kështu që nxjerr deti. Kështu mirë është. Ambienti pastër, pastrim më të shpesh. Kush ka, po ka në kujdestar, po ka në një ashtu që është këtu. Duhen se ja. Gjithë to pa pastërtira. E shihni zonën e plazhit të vjetër si më pak të zhvilluar se zonat e tjera, për shembull Lungëmarrja? Më pak sapo, më pak. Do punë. Kështu ka ngelur që me kohë. Do punë. Shiko, tani për tani nuk mund të përcaktohet që është e keqe, është e mirë, sepse për mendimin tim është e mirë në krahasim me kohën në të cilën po reflekton i madh i Zot, kur i them. Sa rregullohet, dalin vëdall të detit, frynera i bën, po që unë jam lonjat i hershëm. Këtu kam lindur dhe sot, kam pak ditë që jam futur në moshën 80 vjeç. Plazhin e vjetër, kështu në këtë gjendje kaq të bukur, kaq të gjerë, kaq të pastruar, nuk e kam parë ndonjëherë. Më bëhet qefi që ka përpjekje. Ka përpjekje nga autoritetet, kuptohet. Por mendoj se po të punohet ashtu siç e kishin nisur para se sa të ndodhte kjo koha keqe, këtu do mbyten në turizëm. 1 metër plazh nga një privat merret 5.000 lekë metri katror, ka qenë, nuk e di sa mund bëhet, është çike vështirë. Dhe për atë që ka çadrat, aq më tepër dhe për atë që ka. Unë mendoj se perspektiva e plazhit të vjetër do bëhet akoma më e mirë. Akoma më mirë. Jo si në kohën e mbarshme. Në kohën e mbarshme kishte njerëz që s'kishin ku të vënë. Ndërsa për sa i përket që pse është plazhi i vjetër,
i pa populluar aq shumë sa kjo varet dhe nga ambientet. Ambientet në plazh vjetër nuk janë, them për tregtarët, nuk janë të asaj cilësie atje. Por atje faktikisht është më keq nga këtu. Këtu ka një burim të ujrave të zeza që është kanali motorit, ndërsa atje ka 3-4 burimet. Shteti të disiplinoj ujrat e zeza dhe turizmin do bëj bum. Bregdeti plazhit të vjetër ka nevojë për një tjetër aksion pastrimi për të qenë në gjendjen optimale për të pritur denjësisht turistët vendas dhe ata të huaj. Pastrimi në plazhet publike dhe përgjatë sezonit mbeten në Vlorë një pikpyetje e madhe se si do të menaxhohet me kapacitete që janë në dispozicion.